Rreth orës 14, një moshuar është dërguar për shenja jetën në qendrën e mjekësisë familjare në Podujer. Mjekët atje bën të pamundurën që ta kthenin në jetë, por rrugës për në QKUK ajo vdiq. Sipas familjarëve të sëndjerës, ajo ishte nisur për të vizituar djalin e saj, por rrugës disa qenë e ndacak e kanë rrethuar dhe ajo si shkak i frikës nga ta ka besuar sulm në zemër. Shumë qytetarë të vendit u sulmuan nga qenë të ndacak, por për fat të mirë nuk patën pasoja fatale. Në janar të vitit të kaluar, gazeta Insideri ka intervistuar njërin nga viktimat. Nuk e kom prit, veç kur nga ardhë qeni më ka gicë. Dhe më thonë qeni më ka qitë për tokja. Derisa kom ranë tu me gëj, qeni s'mu ka largu. Kom bërtit me të madhe, kom bërtit tepër me të madhe, sa që veç kanë qyrë, berit pak të kishe marrë një gure me qujtë. Po asë që ato se kam bu. Serë po vjen puna me ro me plaj, po më del që ajo në gjarja. Jem kam verë në dimër, tu pi kafe me një shoqe, edhe po ndami. Ajo po shkon rrugëve ditë, anë rrugës tem. E thira motrën, ja bona ku je, aje në qytet, tha po, tha shokim, asi ku ke në qytet, apo merë, tha jam të qerimin e, që është në breg djelit. Tha pritëm se për një minut të semaforat, pritëm se po vi. Edhe tha shokim për kalej semaforat, është një trafik e vogël që atë. Edhe unë i pash do të qenë që atje nalë, po thash ma mirë për pras poshtë, se kështu është nga beke rruga qanaj me kalu. Edhe, okej, e prita, isha me këtym me shpinë, të më thonë, e këtym me ka njerës. Nuk e kom prit, veç kur nga ardhë qeni më ka gicë. Ma e ki që është që më përngaj kë njerëzit, nuk më ka një mu. Ka pas njerës që atë, edhe kërkës më ka një mu. Masanaj, njerëzit, kur ardhen, kur mu largu qeni, dhe më thonë qeni më ka qitë për tokja. Derisa ku më ranë tukë me gëj, qeni s'mu ka largu. A ke kërku ndihmë, a ke bërtit? Kom bërtit me të madhe, kom bërtit tepër me të madhe, sa që veç kanë qyrë, berit pak të kishe marrë një gure me qujtë. Po asë që ato se kam bu. Ardë motra, më kapjo më qenë emergjencë. Falë. Jo, s'ka problem. E si ke gjendjen tash? Nuk me ecë, kam dhimt, her pas here. Po, me barna, sot kam e shku me pastru varën, të dhe këqyrit që ka të më thëtë. Po gjendjen emocionale përshër që jeni prik shumë prej... Nuk kom bo gjam, nuk kom bo gjam. Nuk e djetë ka kalcu edhe përën të mi, nuk kom bo gjam. Pe kam shtirë, qdo jarë, serë po vjen puna me ro me plaj, po më del që ajo në gjarja. Pe kam problem, po... A ke pas frikë, ose fobi me herët për i qenve? Jo, heq, beri i kom dasht, tepër. I kom kap edhe në kra, po... Ose mu tut me ditë për shambull që po tanin tutër edhe vjen gicë, jo. Ma nalt, ken këgja, ku i kom po, afer kur mu kam fru dy, njërin ka se mu tjetëri, u kam pak ma larkë. E qëfar kanë thonë mjekë, si sa në doja plagë të parë? Plaga jame, deri ta që ka thonë është shumë e madhe, si që edhe plaga doktorve që ja kom po, u kanë shumë e vogël, se dhe doktor t'i kishën sulmu. Tha e pas ke plagën ka gjatë madhe, kështu që veç duhet her pas here me ta pastru deri të këqyrëm gjendjen. Ku po shkon? Nësë me të regu se ku të kanë kafshu cilën pjesë trupit? Kamen. Nuk e di shka bo, po të shka naj fmi. Po të regaj drejt që hajë fmi kish shku. Më thonë ty ma shumë të ka prej kakti që nuk të ka një mu kërkosh? Jo, që nuk më ka një mu, po dhe qenë. Ma shumë po zotrojnë se njerës. Qenë, mu tut edhe me dalë. Problem. O nuk jom tut prej qenëve. Bile kur e kum pa që ajde njën tu ndodhë qëto raste, nuk mu bësaj, kësën e kafshti du. Edhe në janar të këtij viti, një qenë ndacak hyri në një shkollë në Suhare. Nga 4 nxënësit e sulmuar, njëra kishte marrë lëndime serioze në kokë.
5 muaj më parë është sulmuar edhe një vajzë brenda hapësirave të qendrës klinike universitare të Kosovës. Këto nuk janë rastet e vetme kur qytetarët janë sulmuar nga qenë të ndacak. Çdo muaj mediat në vend raportojnë raste të sulmeve të tilla, por për fat të keq, akoma nuk janë ndërmarrë masat e duhura as nga qeverisja qendrore, as nga ato lokalet.